Mirë dita të dashur miq. Me datën 11 bëra një video ku mora vendimin e madh. Ndeza cigaren e fundit edhe thashë që sot e në vazhdim nuk do ta prek më me dorë cigaren. Sot është data 15, ka ikur 4 ditë. Çfarë të them me keqardhje, e pranoj që vetëm 4 ditë ishte rezistenca për mos prekjen me dorë të cigares. Sot nuk e përmbajta dot veten. Sinqerisht ju them, dash besoni, dash mos besoni. E pash paketën përpara në tavolinë. Isha duke pirë çajin, fundi. E thash, here mondi, sa i vendosur jenë shumë gjëra në jetë, po në këtë pikë që ngërkej dobët. Jo vetëm kështu, po vendose ta deklarosh vendimin edhe në publik. Ç'sy e faqe ke tash të dalësh para publikut? E të thuash që vetëm 4 ditë, po 4 ditë o të mbyllte mendjes. Të paktën 40, të paktën 2-3 muaj. As kaq nuk durove. Mirë për shikonja paketën ma bënte me sy. E zgjata dorën, e mora paketën. Karela Slimble, këtë kam pirë. E parë cigaren brenda. E po një, thash. Ama do të deklarosh në publik? Jo t'i hiqesh sikur nuk e vë në gojë. E nxora cigaren, e vura në gojë. Mora çakmakun. Edhe ndeza. Ma punoj cigarja, u tjetërsua në stilograf, kurse paketa në blok. Dhe fillova të shkruaj vargje të një poezie që më erdhi në frymëzim. Ja kështu që thoni ju. Kjo është cigarja që kam ndezur e pirë qysh i vogël, adoleshencës, dhe do ta kem dhe në fund të jetës time, aq sa të më punoj dora, truri, sy, të mendja dhe talenti sigurisht. Kurse ajo e datës 11 u kthye në relike muzeumi. Kalofshi bukur. Fundjavë të këndshme dhe argëtuese ju uroj të gjithëve.